Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit, uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës me kaq sa shikoj. Flet për një dashuri që ka pasur potencial, por është përballur me humbje dhe tension. Mund të jetë për shumë gjëra tjera të dashur jemi duke lexuar në përgjithësi, por që më shumë e bën për të them në dashuri. 4 të ujit dhe balanca të dashur. Ke dhënë aq shumë, ke dhënë në këtë situatë apo për këtë person. Në të kaluarën dashuri, emocione, ka pasur shumë ndjeshmëri dhe përkushtim. Ndoshta absolutisht më shumë nga ana juaj se sa nga tjetri. Balanca tregon se përpjekje për barazi ka pasur, absolutisht, por raporti nuk ka qenë gjithmonë i drejtë. Ke kërkuar të ruash paqe, duke menduar që mos të flas, mos të them, mos të pretendoj, mbase vje vetë, kupton që po jap më shumë dhe do jap dhe personi tjetër. Por ke sakrifikuar veten në këtë proces të dashurijor. Çfarëdo që keni dhënë, keni harxuar energji, mund, djersë, çfarëdo që të ke qenë, është e pakthyer. Keni dhënë diku që nuk keni marrë atë çfarë keni dhënë. Nëna e zjarit, që është këtu, dhe 2 të ujit, tregon që jeni kogja person i fuqishëm, që di çfarë do, por jo jetë gjithashtu duke ndjer akoma këtë lidhje të fortë emocionale që ose është aktuale ose ka ngelur e pasgjidhur ende plotësisht. Mund të jetë dashuri që ka mbetur pa u jetuar plotësisht ose që të lënë në gjysmë një ndarje në atë kuptim. Por këtu tregon që ka akoma ndjenja për këtë situatë apo për këtë dashuri. Pavarësisht kësaj, mos harroni të dashurior që jeni më të fortë me këto që shikoj më shumë se kjo vetë histori. E ardhmja është 5 të ujit dhe 5 të zjarit, që të dyja japin. Është kjo dhimbje që, apo nëse nuk merresh me dhimbjen siç duhet, do të sjellë më shumë stres, më shumë konflikt të mbrëmshëm. 5 të ujit tregon se një pjesë brenda teje po vajton për një humbje, qoftë lidhje, qartësi apo drejtim emocional. 5 të zjarit të thotë që nëse nuk përballesh me ndjenjet tua, do të lindin tensione ose me veten ose me të tjerët. Është diçka që nuk është duke u pranuar akoma. Nuk e di për kë po lexoj të dashurior në një situatë të tillë që është jo e mbaruar dhe duhet punuar. Çfarë mund të bësh? Prano që kjo situatë, çfarë mund të bësh? Kjo është të pranojmë që kjo situatë ju ka sjellë dhe dhimbje dhe zbarësi. Është një gjysmë pune të pranosh që çfarëdo që ke përjetuar apo je duke përjetuar akoma, se shikoj që nuk është e mbaruar, është që kjo nuk ju ka sjellë asgjë përveç se, siç thash, dhimbje dhe zbarësi. Mos lejo që kjo histori të heqë zërin dhe fuqinë. Jeni më të mëdhenj se aq, jeni më të fortë se aq, dhe çfarëdo lloj dashurie për dikë apo çfarëdo lloj dashurie për diçka, që mund të jetë komplet diçka tjetër, duhet të jesh në qendër të vetvetes. Nuk je gjysma e dikujt tjetër, je ajo gjysma që i mungon vetes tënde të dashurior. Merr një vendim, diçka që të rikthen fuqinë, një ndryshim, një veprim, një kufi të dashurior. Nëse do dashuri të re, duhet të pastrosh dhimbjen e vetes, e vjetrës. Jepi kohë vetes, por vepro, mos qëndro këtu.
Ky lexim nuk është për dashurinë që humbi, por për dashurinë që ti meriton. Dhe nis me respektin ndaj vetes, të dashur ujor. Mos lejo që dhimbja një lidhje të bëjë të dyshosh në vlerën tënde. Asnjëherë, kushdo që të ka bërë të ndjesh këtë, nuk duhet t'ja japësh forcën e asaj që të dirigjoj me ndjenjat e tua. Po, kush se ka provuar një dashuri që është ka përfunduar, kemi dashur më shumë, kemi dashur me shpirt, por ka përfunduar. Dhe kjo nuk duhet të jetë fundi i çdo gjëje. Ne e kemi në dorë fuqinë tonë të dashur ujor, të duhet ta mbajmë fuqinë. Unë nuk jam shumë dakord ky është gjysma ime tjetër apo kjo është gjysma ime tjetër. Unë të dy gjysmat të dua t'i mbaj vetë. Pse e them këtë? Mund të më plotësoj një person, absolutisht të ndjem më e përmbushur, por të dy gjysmat dua t'i mbaj vetë, sado që mund ta dua atë person. Dhe kjo është dashuria e shëndetshme, të dashur, jo të japësh kontrollin e plot dikujt tjetër. Kjo nuk është, kalon në atë toksike. Të dashur Jor, faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim të dha diçka sot, eja dhe herën tjetër. Qofshi bekuar.